Mos shko në Milano pa ditur këto 5 gjëra. Milano mund të jetë shumë e shtrenjtë nëse nuk i di këto gjëra para se të shkosh. 1. Rezervimet. Shumë atraksione në Milano kërkojnë rezervim paraprak, sidomos Duomo, La Scala apo The Last Supper. Nëse nuk rezervon më herët, mund të mos gjesh fare bileta. 2. Transporti. Mos paguaj çdo bilet veçmas, por përdor një City Pass si Milano Card që të jep akses në metro, tram dhe autobus. Është më e lirë dhe shumë më praktike. 3. Ku të qëndrosh? Mos e zgjidh hotelin vetëm nga çmimi. Nëse ri larg qendrës, harxhon më shumë kohë dhe shumë para në transport. Zonat më të mira janë Duomo dhe Navili për vibe dhe çmime shumë më të lira. 4. Ushqimi. Mos hap pranë atraksioneve kryesore si Duomo e tjerë. Janë zona turistike dhe më të shtrenjta. Shko në zona si Navili apo Porta Romana për ushqim më autentik dhe më të lirë. 5. Orari i restoranteve. Në Milano, restorantet nuk janë të hapur gjithë ditën. Dreka zakonisht mbaron rreth orës 2:30, ndërsa darka fillon pas orës 7:30. Nëse shkon jashtë orarit, mund të gjesh gjithçka të mbyllur. Ndaje këtë video me dikë që ka në plan të vizitojë Milanon dhe më ndiq për më shumë video rreth udhëtimeve.